Habit moderatorja. Më kanë quatur të prapambetur se kam patur vetëm një burr. Moderatorja e njohur Katerina Trungu ka ndarë rrëfimin në programin e saj se fakti që ka patur vetëm një njeri në jetën e saj, i cili sot është bashkëshorti, e ka vendosur përpara paragjykimeve. Ajo është shprehur se nuk ka asgjë të keqe të kesh disa partnerë, ndërsa kishte një mesazh për të rinjt, duke thënë se duhet të mendohen mirë se kujt ja japin veten e tyre. Ne duhet të mendojmë vajzat, të mendojnë hapin që ato hedhin për një partner. Tjetër gjë, se ai nuk do jetë. Nuk po them se do jetë ai bashkëshorti, se ka edhe një lloj paragjykimi nga disa individ të cilët ti po të kesh patur fatin, të kesh patur një individ në jetën tënde, të quajnë mesjetare dhe të prapambetur. Më ka ndodhur edhe mua të ma kenë bërë këtë gjë, ka thënë moderatorja Trungu.